Eudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zoti ynë, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm tek ti kërkojmë ndihmë. Udhëzona në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre të cilët i begatove me të mira, jo në të atyre që kundër vetes tërhoqën hidhërimin, e as në të atyre që humbën veten. I dërguari besoi asaj që u shpall për Zotit të tij, e ashtu edhe besimtarët, secili besoi Allahut, engjëve të tij, shpalljeve të tij, të dërguarve të tij. Ne nuk bëjmë dallim në asnjërin nga të dërguarit e tij dhe thanë, ju përgjigjëm thirrjes dhe respektuam urdhrin. Kërkojmë faljen tënde o Zoti ynë, vetëm tek ti është ardhmëria jonë. Allahu nuk e obligon asnjëri për te mundësisë së tij. Njeriu t'i takon ai që fitoi dhe atij bie ajo që e meritoi. Zoti ynë, mos na dënon nëse harrojmë ose gabojmë. Zoti ynë, mos na ngarko neve barë të rëndë, siç i ngarkova ata që ishin para nesh. Zoti ynë, mos na ngarko me atë për të cilën ne nuk kemi fuqi. Na i shlyej mëkatet, na i mbulotëm këqijat, na mëshiro. Ti e mbrojtësi ynë, na ndihmo kundër popullit pa besimtar. Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona pasi na drejtove, na dhuro mëshirën tënde, pse vetëm ti e dhuruesi i madh. Zoti ynë, ti e ai që në një ditë do t'i mbledhësh njerëzit, ditë për të cilën nuk ka dyshim, Allahu nuk e shkel premtimin e vet. Zoti ynë, ne sinqerisht besuam, na i fal gjunahet tona, na ruaj prej ndëshkimit të zjarrit. O Allah, sunduesi çdo sendi, ti ja jep pushtetin atij që do, ti ja heq prej dore pushtetin atij që do, e lartëson atë që do dhe përul atë që do. Çdo e mirë është vetëm në dorën tënde. Vërtet, ti ke mundësi për çdo gjë. E ti e fute natën në ditë dhe ti e fute ditën në natë, ti nxjerr nga i vdekurit të gjallin dhe nga i gjalli të vdekurin, dhe ti e begaton pa masa atë që do. Zoti ynë, na i fal mëkatet tona dhe punët tona dhe na forcon në vendet tona, ndihmona kundër popullit jo besimtar. Zoti ynë, atë që ti e fute në zjarr, atë e ke poshtëruar. Për mizorët nuk ka ndihmëtar. Zoti ynë, ne dëgjuam një thirrës që ftonte për besimin që thoshte, të besoni Zotin tuaj. Dhe ne besuam o Zot, o Zoti ynë, na i fal mëkatet tona, na i mbulo tometat dhe pas vdekjes na bashko me të mirët. Zoti ynë, jep na atë që nëpërmjet të dërguarve të tu na e premtove dhe në ditën e Kiametit mos na turpëro. Vërtet je ai që nuk e shkel premtimin. Allahut i kemi mbështetur. Zoti ynë, mos i mundso popullit mizor të na sprovoj dhe me mëshirën tënde na shpëto prej popullit jo besimtar. O krijuesi i qiellit dhe i tokës, ti je kujdestari ynë në dynja dhe në ahiret, na bëj të vdesim musliman dhe na bashko me të mirët. Allahu është krijuesi i çdo sendi, ai është i vetmi nga dhënjues. Zoti ynë, më fal gabimet mua dhe prindërve të mi. Fali edhe të gjithë ata besimtar ditën kur do t'jepet llogaria. Zoti ynë, mëshiroj prindrit tanë, sikurse na edukuan neve kur ishim të vegjël. Zoti ynë, na dërgon në vend të mirë dhe na lartëson në mënyrë të ndershme, dhe nga ana jote na dhuro fuqi ndihmuese. Erdhi e vërteta dhe u zhduke kota. Vërtet, e kota gjithnjë ka qenë e zhdukur. Allahu ka shpallur Kur'anin që është shërim dhe mëshirë për besimtarët, kurse jo besimtarëve nuk kushton tjetër veç se dëshpërim. Sikur të ishte deti ngjyrë për të shkruar fjalët e Zotit tim, deti do të shterronte para se të përfundojnë fjalët e Zotit tim. Edhe sikur të sillnim shtesë edhe një tjetër det si ai. Unë jam vetëm një njeri sikurse dhe ju, mua më shpallet se vetëm një Zot o Zoti juaj. E kush është që shpreson takimin e Zotit vet, le të bëj vepër të mirë e në adhurimin ndaj Zotit të tij, të mos përziejë askënd. O Zoti ynë, ne mbrohemi me ty prej cytjeve të djajve dhe mbështetemi tek ti që ata mos na afrohen. Zoti ynë, ne besuam prandaj na fal dhe na mëshiro,
se ti je më i miri mëshiruesve. Zoti ynë, largoje për nesh vuajtjen e xhehenemit e s'ka dyshim, se vuajtja në të është gjoja më e rëndë. O Zoti im, më mundëso që të falenderoj të mirat tuaja që më dhurove mua dhe prindërve të mi, familjes time dhe që të bëj vepra të mira që ti pëlqen, e me mëshirën tënde, më vendos në mesin e robëve tuaj të mirë. O Allah, nuk ka Zot tjetër përveç teje, sunduesi i përgjithshëm, i pastër për të metave që ti veshin, shpëtimtar që shpëton njerëzit për ndëshkimit të padrejtë, sigurues që siguron njerëzit me premtimin tënd, dhe pejgamberët me mrekulli, mbikëqyrës që mbikëqyrë dhe përcjell çdo gjë, i plot fuqishëm, mbizotërues, i madhërishëm, i lartësuar, është Allahu, nga çka i shoqërojnë. Zoti ynë, vetëm në ty jemi mbështetur, vetëm nga ti jemi të kthyer, dhe vetëm tek ti është e ardhmja. Zoti ynë, mos na bëj sprov në duart atyre që nuk besuan dhe na fal. Zoti ynë, ti e nga dhënjuesi i urti. O Allah, me anë të dritës tënde, ndriçoj të gjithë ata njerëz besimtar që të duan ty, që nga ty shpresojnë, që vetëm ty të luten, që nga ti presin përgjigje, që nga ti presin mirësi, shërim, rrugëzidhje, çlirim, sukses, shpëtim, e çdo të mirë që i dëshiron zemra, e që për ty sy ty lotojnë. Zoti ynë, na fale na mëshiro se ne jemi të dobët, dhe hape për ne mirësinë tënde, dhe hapi për ne dyert e xhenetit kur të vim tek ti. Hapi për ne portat e shpëtimit, hapi për ne portat e çlirimit, hapi për ne portat e gëzimit të përjetshëm. Ti je i plot fuqishëm për çdo gjë. Në dorën tënde është ardhmja jonë, në dorën tënde është shpirti dhe jeta jonë, dhe ne vetëm nga ti po shpresojmë. Faleminderit që ti ekziston, dëgjon, sheh, përgjigjesh dhe gjykon. Faleminderit që të adhurojmë vetëm ty, sepse me të vërtet vetëm ti je i denjë për adhurim. Amin.